Mario Spau është pronari një servisi makinash në Pogradec, i cili rikthen në jetë automjetet e vjetra. Në këtë kuadër futet gjithçka i ka bërë për një mjet tip Benz prodhimi vitit largët 1986. Ajo në fakt është një makinë 39 vjeçare, e cila tashmë është gati të rikthehet fuqishëm në rrugët e Pogradecit dhe jo vetëm, madje edhe në shtetet fqinj. Marios janë dashur të paktën 3 muaj kohë të përfundojë me sukses operacionin e plagëve të vjetra të makinës, që siç thot ai, ju desh për ta risjellë në jetë. Mario, çfarë viti është kjo makinë që është tipit Benz? Makina është e 86-s. Ky djali që e ka thirrë të makinën këtu është një klient i gjithmonë kështu, edhe ka filluar ta bëjë nga e para këtë makinë. Makina si mungonin pjesët? I mungonin komplet, i kemi vënë të gjithë. Jo, makina ka qenë e kompletuar, po problemi është ja kemi hequr komplet të vitrat edhe kemi vënë prap origjinale të reja. Ja kemi porositur nga Gjermania, tërë pjesët janë vënë, çdo detaje janë vënë të reja. Dhe tani është në gjendje pune. Tani është në shumë në gjendje pune edhe jemi shumë krenar që na ka dalë një punë shumë e shkëlqyer edhe klienti që shumë i kënaqur për këtë makinë. Sa kohë mori në dispozicion rikthimi, le të themi, në identitetin kësaj makine? Kjo makinë është punuar edhe nga brenda, janë shmontuar komplet makina fare, është bërë në ekur, është hedhur sejr komplet nga fillimi, na ka ngrënë 3 muaj kohë, po i kishte Allah sepse na doli një punë e shkëlqyeshme. Në planet e shpejta të Marios, prej të futet në sallën e operacionit të servisit të tij edhe një makinë e vjetër tip Volkswagen, prodhimi viteve 1960. Sipas Marios, sot shtat mëson se edhe ky mjet shumë shpejt do të rikthehet në jetë për të rrugëtuar suksesshëm.